Paraqitjet e tyre janë mirëpritur nga mijëra ardashës në Zvicër, Maqedoni e vende tjera. Impresionet që kanë shkaktuar tek audienca dhe publiku zvicran duket që kanë njohur edhe koreografin holandez Arthur Kugelein për një bashkëpunim ndërkombëtar me këtë trup. Ai tashmë ka filluar përgatitjet për realizimin e premierës së re të shfaqjes Zjarr miqësor. Në tingujt e muzikës e kompozitorit Christian Mayer, trupa është në fazën e provave përgatitore për premierën e re. Jemi në fazën e improvizimit të punës, po mbledhim materialet e kësaj jave dhe po bëhemi gati për një shfaqje krejtësisht të re, ka thënë koreografi nga Holanda. Ai shpreh i kënaqur me profesionalizmin e trupës dhe si rrjedhoi është i bindur në suksesin e shfaqjes. Do të jetë një bombë, një shfaqje e mrekullueshme, ka thënë Kugelein, ndërkohë që balerini Sinan Kajtazi ka potencuar vështirësitë e fillimit derisa trupa të ketë një pasqyrë më të qartë për kërkesat dhe synimet e koreografit. Ai kërkon një nivel shumë të lartë profesional e shton Kajtazi, duke potencuar se shfaqja është e konceptuar si një përzierje lëvizjesh baleti me lëvizje abstrakte. Kajtazi thekson gjithashtu se pritjet për këtë shfaqje janë optimiste dhe shpreson që shfaqja Zjarr miqësor do të jetë së paku në nivelin e shfaqjes paraprake Oh Zoti im, me të cilën trupa e baletit ka impresionu publikun jo vetëm në Kosovë, por edhe vende tjera si Zvicër, Maqedoni e të tjerë. Madje ka ngacmuar edhe kërshërinë e kritikës duke u vlerësuar lart kudo që është prezantuar. Nëse gjërat rrjedhin sipas parashikimeve, premiera e shfaqjes Zjarr që vret do të jepet gjatë muajit tetor dhe sipas vlerësimeve të anëtarëve të trupës do të jetë një shfaqje premier krejtësisht e re për opinionin publik me një qasje ndryshe nga ç'është pa në të kaluarën kjo trup. Trupa e baletit të Kosovës këtë vit ka shënuar suksesin më të madh prej se ekziston. E themeluar 40 vjet më parë, kjo trup asnjëherë më parë nuk ka realizuar 4 premiera brenda një viti. Shfaqja e radhës Zjarr miqësor që pritet të ngjitet në skenë gjatë tetorit shënon rekordin e ri të kësaj trupe me premierën e 5 të saj këtë vit.